njerëz të morën për mushkëri, për bronhitis, për këto i morën, tomël edhe këto. Të gjitha, kusht, hirë, djath edhe tomël. Në përditshmëri ballafaqohemi me trajtimin shteti për bujqësi, vetëm llafe i ka në për debate, se kështu i ndihmojmë bujqësisë, as ekonomisë, as bujqësisë, katastrofë për Kosova. Para të arsye i krinia, 3 djemë unë i kam, ku i kam? Një në Slovaki u martu, një kam Zagreb, një kam Ferizaj, buksën njët. E ka gruën, i ka 2 fëmijë. Përshëndetje miq të gazetës Demos, jemi këtu në fshatin Shllakovci afërm të komunës së Gjilanit. Në zemër të këtij fshati do t'ju sjellim nga afër një histori të jetës rurale dhe punës në blegtori. Në një fermë dish do të flasim me pronarin për përditshmërinë e tij, sfidat dhe përkushtimin që e ka ndaj kësaj pune. Qëndroni me ne për ta ndjekur bisedën nga afër. Përshëndetje, fillimisht faleminderit që pranove ftesën më bë pjesë e gazetës Demos, nëse mundesh me na u prezantu edhe me na tregu çu fillon një ditë e zakonshme këto në fshat. Spari ju përshëndes juve, ju falenderoj shumë për prezencën e juve, për ardhen e juve që të na vizitoni, neve, fshatrat, të cilat për çdo ditë po praktisin. Ju falenderoj shumë. Jam Rasim Tërsena, nga fshati Shllakovci afërm. Baba jam Arif. Unë i kam 3 djemë e 2 vajza. Vajza madhe martun, 2 djemë martun, i kam 2 reja, i kam 4 nipa, e kështu me radhë. Një ditë e zakonshme, qohëm me mëngjes në ora 5, 4, unë flej shumë pak. Ashtu jam, gjithë kom flejt pak. Jo që s'du me flejt, po së di, një është let me gjumë, edhe qohëm me mëngjes, me shoqen, veç me shoqen ka me jetë. Edhe qomi, i mjelmi, ju qesmi, ta gji, ju qesmi uj. Unë shkojnë malë shoqja, e merë tamlin, e bën djathë. Sa është e vështirë kjo punë për me u merë dhe Sovjeti ke pas, nështë prej kohës kur ja ke fillu për me u merë me di, me kultivimin e dive? Me thënë të drejten, unë me një familje të madhe, familje 40 antarëshe, 43 kur jemi dalë me gjedar, këtu e kemi pasë udhën. Unë qysh të mi, o deshtë mi që bukë babgjyshit, kemi mrizin, që thë këtë djali stanët, mrizin e babgjyshit, ku një qeshme kanë qeni lerët, e lerët dhe dhanët, ajo është një qeshme me kanalizim, me gypat qeramidës i këtu. është shumë e lashtë, të thot para Turkijës, edhe të që është a bukë babgjyshi, thone, si thëmi kër kam përqenë. E tani, duko e mirë me gjyshin dojnë i mu, bafjare ka pasame, edhe une më kanë hi në gjak blektoria dhe bujqësia. Po mas shumë t'i kom desh delet edhe 10. Po dele kom pas të i vonë, po më desh mi hek, se vetëm qingjet për korbana që si edhe në këshke këto i mjelmi, shesëm djath, shesëm tomël tyne, edhe shesëmi edhat. Ku i trektoni pastaj produktet? Jo, kërkon. Vetëm ishit në fshatarve? Jo, vinë këtu. Vinë, si vjetë është dapt. Se para viti kalon me 10 vite tjera, nuk u mujtë me ban, sa kom pas oferta, kërkesa. S'ku mujtë me ban. Shpesh një kom thonë një s'kam ma. Tashti, për në të pranë. Ka kërkesa ma pak. Për arsye se rinia shkoj. Kosova met në pleqë. Cilat produkte i kërkojnë ma shumë, a kërkojnë edhe kumshten, djathin, të gjitha, kusht, hirë, djath edhe tomël.
A mundesh me na fol pak ma shumë për vlerat e kumshtes, djathit, shumshtet, çfarë përfitime Me thënë drejtën, gjitha produktet e dhijes janë dobishme për organizmin e njerit. Kështu e thot medicina. Edhe kjo është realitet. Për çfarë sëmundje konkretisht i kërkojnë? Me thënë drejtën, nuk e di, njerëz të marrin për mushkëri, për bronhitis, për këto i marrin, tamël edhe këto. Cilat janë problemet që ballafaqoheni mas shumtin për ditëshmërinë ashta? Në përditshmëri ballafaqohemi me trajtimin shteti për bujqësi, vetëm llafe i ka në për debate, se kështu i ndihmojmë bujqësisë, as ekonomisë, as bujqësisë. Katastrofë për Kosova. Para të arsye i krinia. 3 djemë unë i kam. Ku i kam? Një në Slovaki u martu, një kam Zagreb, një kam Ferizaj, buksën njët. E ka gruën, i ka 2 fëmijë. Apo të mungojnë? Së më mungojnë. Të shajri, për ka morë 6-7 vjetë. Do me thonë, ti komplet ditën e kalon vetëm me dhi, apo jo? Po kam edhe obligime tjera. Unë e më prendë, o të miki, o me feju qiken, o me martu, o djalin, o ata, o këto. Plus, unë e më kryetar fshati, edhe për fshat, edhe jam mënu, edhe ja kom arrit disa sene mi bo për fshatin tem. Po, kësha mujt me jetu edhe se unë më ka shku edhe tregtia mirë, na kem punu edhe me tregti në Shqikoslavi. Kom pas edhe mishtora në Ferizaj një kohë, po tu situata tu ndryshu, tu marrë tjera drejtime, vllazët shkun, na jemi 6 vllazni, unë i dyti. Motra e madhe, një vlla më i madh, motër, veç një motër e kam. Një motër edhe 6 vllazni. Çka ju ka shty për me i qëndru besnik vendlindjes? Shumë e du vendlindjen. Shumë e du vendlindjen. Megjithse, me thonë drejtën, kur kanë për vendlindje, ona emocionohem shumë. E du vendlindjen. Shpirtërisht e du vendlindjen. Mos me pasdash vendlindjen, unë në sisha këtë. Edhe në kohët e vështira të luftës, s'kom ikë, kom najtë këtu. I kom kontribu fshatit, tu ju në që ndima, tu ju mbajt ligjerata, tu ju mbajt mos që dhe të bëhem një dhe të shteti pa mvarë dhe savran. Kur se kom menu se pas lufte dhe të shpengullet, rinia Kosovës. Kjo është thmerë, kjo është vdekje. Me thënë drejten, s'kam desht kur të emigroj, por sot të shajri, s'kisha në Kosovë. Me thënë drejten, kam rast kombinume, ka alping për shumë pak, edhe dhija autoktone, këto të kuqet që janë këto me lesh, këto janë dhija autoktone që unë, bëri baba the këtë dhij drenicës, se shumë kem blese, na kem punuar me tregtime, kur jemi kom bashkë me Mizhallar, shqitbrelin e kafshve, dhij, dhan, dele, lop, viqa, këto, bollujsa, edhe kemoj shumë bollujsa na, kemoj shumë dhan na, dele, se kemi qenë Kallabllak, po kemi pas punëtor, i kemi qenë 21 djallë, s'bashku, në Ferizaj edhe këtu, po të padam. Ata që kanë mirë me, që kanë desht bujqësien, disa tregtien, disa punë tjera. Po unë e kam për fat e kam këtu rrugën ofër, edhe shtëpia ajo është e jamja. A përshë? Po. Ajo poshtë. Ajo poshtë, shtëpia tani ditën shkoj atje. Edhe për me konë ma rahat 10 milion kështu, najrë. Bas në qëto e kena djothin e dhive, apo? Po djothin e kërkoni. Qështë e pregadet ne? Po këto i mirë midhit. Dhe me qenë temperatura për 35 gradë, për më më djathë si kjo që është. Shumë ko ka ishe, shumë tepër. Ko del pej si mjellet, 35-40 është temperaturën e ka. Edhe minër e mjelmi, edhe nuk e bojmë kur gjo, vetëm shu që e kullan, të me kullu shumë herë, për arsye se dhija e ka kimen e hollë edhe të fort. Do të me qenë shumë i kujdesshëm,
për me kullu këta, o mirë me kullu 2 herë, 3 herë, nërë 3 herë s'ban heq. Ndash me konë Sa është 1 kilogram djathët? 1 kilogram që 3 vite, e ma shumë ka 10 herë shesmi. Se kemi ngriqmimi. E qumshin? 1 kilogram? Qumshin 2 herë, 2 herë gjysë. Okej, 1 litër qumsh, do me thonë 1 herë, 2 herë. 1 litër qumsh, 2 herë. Çka e dallon është djatin e dhive prej djathit lopes edhe të deleve? Përbes unë jem rrit me këto muhe, nuk di shka me thonë, nuk këm do këtë maj miri. Po njerës, tuk e blejnë këto 10 euro, e i lopës o 6 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro. Gjdo produkt i dhijis është ma shtrajt se gjdo kafshë tjetër. Por po s'ta zonë bullica që është dhivni shumë shtrajt i sajna. O shtrajt se ka pak bullica. Na i kem pos dhe shumë bullica kur jemi kon bashkë. Dele shumë, dhe i shumë, bullica shumë. Lup më pak. Me të ndëjtën, shteti për subvencione, mu halas si kom marë. Ka një numër i vogël këramit, endes ne ka pagu subvencionet. 2600 euro mbin, edhe ju më konë, thash mos ka në gabim në dokumenta, në letra, e kom që vlavin Prishtin, Ministri, jo të kanë pranu, ja ka unë vendimin, 2600 euro. Sot nesër, edhe si ka thonë. Erë koha me apliku për këtë vit, edhe si ka thonë. E kështu në fushata këta zotërit, thënë që na pëndimojnë vështirë shumë. E ka zvoglu për tamlin, qëmimin e tamlit. Pej 40 cent ka qenë, ka prunë 20-30 cent. A një dollë pastaj në protest me protestu? Kur mojtë protesta? Unë e shumë largë, nuk po mojë me marë pjesë në për protesta, po jam për krah protestuzve se është një padrejsi e madhe. Aj, po mbyllën fermat. Kujna me shit? Shka me bo me ta? Nuk është let me mojt një lopë të zame. Ja, po të bovi që kaq, pa ja hargjanë mërgur. Me logajt është edhe ditën tonë. Unë për shembull, s'ka me ditje e një punëtori që është në 20 euro. 20 euro më shumë. Zdi ka në 20. Mas liri pezon 20 euro dita.